Sjellur gjithçka nga vetja e na sollën të shtrejtën liri. Java e Remzia Demajt Shtigjeve të Lirisë, i cili organizohet nga Drejtoria e Arsimit, si çdo vit, edhe këtë përvjetor ka nisur në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Para të pranishmëve në hapje ka folur kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili në një fjalë rasti tha se me aktivitetet tona, sikurse është kjo javë që mban emrin e strategut luftarak të UÇK-s, Remzia Demaj, nderojmë dhe i përkujtojmë një pjesë të lavdishme të historisë sonë më të re. Thuhet se netet më të errta prodhojnë yjet më të shëndetshme. Në këtë kontekst, kohëna të vështira zakonisht prodhojnë lidhje. Kanë qenë puna të vështira edhe ka qenë dashur me pas vizion edhe nivel të lartë të vetdijes kombëtare për të marrë për mi vetë iniciativën edhe rrezikun për me dhënë kontributin më të madh në kohëna më të vështira. Jo rastësisht jemi këtu ku jemi, jo rastësisht e kemi shtetin, jo rastësisht e kemi gjitha këto të mira. Duhet të theksoj se duhet i dim të çmojmë edhe duhet të dim të mësojmë historinë, sepse thuhet se historia e cila harrohet përsëritet. Jam shumë i sigurt që me aktivitetet tona e përkujtojmë një pjesë më të lavdishme të historisë më të re të kombit shqiptar. Një falënderim kështu komplet për të gjithë të pranishmit, edhe ju dëshiroj që sa më mirë të kalojmë në këtë eveniment. Drejtoresha e Arsimit Lulieta Veselaj Gutaj tha se përmes dijes, punës së ndershme dhe përkushtimit ta nderojmë dhe ta lartësojmë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sot, me nderim dhe krenari, hapmi manifestimin tradicional Java Remzia Demaj Shtigjev të Lirisë, një ngjarje e cila shënon kujtimin, lavdin dhe përjetësimin e veprës heroike të komandant Petritit Remzia Demaj. Përgjatë gjithë kësaj jave, nxënësit tanë nga të gjitha shkollat e komunës së Prizrenit, së bashku me mësimdhënësit, drejtorët e shkollave dhe këshillin organizativ të Drejtorisë së Arsimit, do të marrin pjesë në aktivitete të shumta, në gara diturie, lëndë të ndryshme, këngë valle, recitime, piktura si dhe gara sportive dhe kulturore, për të ndëruar dhe lartësuar jetën dhe veprën e njërit prej figura më të ndritura të historisë sonë të re. Detyrë dhe përgjegjësi e secilit nga ne është që çdo ditë përmes dijes, përmes punës së ndershme, përmes përkushtimit qytetar, ta nderojmë dhe ta lartësojmë ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe ta mbajmë gjallë kujtimin për heron tanë. Në emër të shoqatave të dala nga lufta, kryetari i OVL-s të UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, përgëzoi organizatorët për këtë manifestim i cili i kushtohet jetës dhe veprës së dëshmorëve të luftës së lavdishme të UÇK-s. Këtë kolos të madh të çështës kombëtare siç ishte komandant Remzia Demaj, komandant Petriti. Prandaj një falënderim i veçantë shkon për të gjithë drejtorët, mësimdhënësit, nxënësit që gjatë kësaj jave kanë se çka të flasin për luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për djemtë të cilët e bën këtë luftë. Prandaj çdo lavdi për gjithë dëshmorët e kombit. Falenderues për organizimin e këtij aktiviteti të veçantë u shpreh vëllau i komandant Petritit, Hamiti. Në radhë të parë dëshiroj t'i përshëndes gjithë mësimdhënësit dhe nxënësve të ju uroj sukses dhe shëndet dhe të kalojnë sa më mirë në këtë javë. Faleminderit për pjesëmarrje dhe ju dëshiroj të gjitha të mira. Ndryshe në këtë organizim një javor, do të marrin pjesë nxënës të shkollave të ndryshme të komunës së Prizrenit në disiplina të shumta, ndërsa në këtë manifestim tradicional nxënësit shfaqën një program të pasur artistik.